Rrëfimi e Elionës së Big Brother. Si humbi nënën dhe motrën në aksident trafiku rrugës për në Kosovë. Eliona Binajak ka lindur dhe është rritur në Gjermani. Aktualisht punon si blogere dhe është 18 vjeçare. Jeton me babain, motrën dhe vëllain, ndërsa nëna dhe motra e saj kanë ndëruar jetë në një aksident trafiku. Rrëfimi i saj për aksidentin. Ishim rrugës për Kosovë. Aksidenti ka ndodhur në Kroaci. Vëllai dhe babi kanë qenë në Gjermani. Ndërkaq në autobus kemi qenë unë, mami dhe 2 motra. Unë dhe njëra motër kemi mbijetuar. Në vitin 2020 e një kemi pasur një aksident. E kam humbur motrën dhe mamin. Ajo ka qenë gjëja më e keqe që më ka ndodhur ndonjëherë në jetë. Për një moment jeta mu ndryshua krejt. Në fillim e kam pasur shumë vështirë. Mungesa e mamit ndihet gjithmonë. Jam ndjerë e detyruar me ruajtur vëllain, sepse e kam ditur që mami, kur ka vdekur, e ka ditur në duart e kujt po e lë. Unë kujdesem shumë për vëllain, ai ka 13 vjet. Unë atëherë kam qenë 14 vjeçare. Në atë moshë, një vajzë ka shumë nevojë për nënën dhe motrën, sepse motrën e kam pasur si shoqe të ngushtë. Ajo Eliona që kam qenë, nuk jam më. Ajo ka vdekur në atë moment. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.